Për shkak të ndryshimit të temperaturave, ditëve të fundit është rritur ndjeshëm numri i pacientëve të cilët paraqiten tek mjekët me simptoma të virozave sezonale. Këto viroza kanë prekur një numër të konsiderueshëm qytetarësh të grupmoshave të ndryshme. Megjithatë, fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët kronik ngelen ndër më të prekurit, thekson mjeku Bekim Ismaili. Shumica e tyre ankohen për dhimbje të fytit, kollitje kanë temperaturë, kanë teshitje, kanë plagëshsi e kështu me radhë. Më të ndjeshëm janë ata të cilët janë më të vegjëlit, pra moshës fëmirore, dhe normalisht ata të cilët janë më të moshuar dhe pacientë të cilët kanë ndonjë sëmundje kronike që normalisht imuniteti i tyre edhe ashtu është i kompromituar dhe normalisht më lehtë virusi din që ta kompromitoj edhe më tepër, pra ta dobësoj shëndetin e tyre dhe normalisht ato e te kalojnë edhe pak më rand. Mjeku Bekim Ismaili apelon që pacientët të mos marrin kurse si antibiotik pa rekomandim të mjekëve. Rekomandojmë pacientëve që të marrin sa më shumë lëndje, të konsumojnë lëndje, të konsumojnë vitaminoterapi, të konsumojnë antipiretik kur kanë dhimbje të trupit, kur kanë plagësi dhe kur shohin moment se mbas 1-2 ditë nuk u kalojnë këta simptome, pra nuk tërhiqen simptomet, atëherë duhet vinë te mjekët e tyre, të paraqiten tek mjekët e tyre për të marrë udhëzimet e më të tjeshme për të trajtuar dhe normalisht asesi mos marrin antibiotik kokmovete, pasi që shumica për arsye të ndryshme kanë u gjendet në një antibiotik apo kanë huazuar për dikuj, e fillojnë 1-2 ditë, 3 ditë, pastaj i lanë, pastaj vinë të vazhdojnë, edhe ditu komplikohet gjendja shëndetësore dhe kemi pacientë të cilëve prej traktit të sipër me respirator, infekcioni u kalon edhe në traktin e poshtëm respirator, që do të thotë për arsye të mos trajtimit të duhur, të marrjes së masave me kohë, ose të keq trajtimit, keq menaxhimit të cilën e bëjnë pacientët kokmovete. Përndryshe, gripi sezonal është sëmundje akute infektive që shpërndahet lehtësisht nga një person tek tjetri. Mund të shkaktoj komplikime serioze, veçanërisht tek ata që kanë sistem të dobësuar imunitar. Prandaj një nga masat më të rëndësishme për të parandaluar gripin është higjiena e duarve, sidomos pas kontaktit me persona të sëmurë ose pas përdorimit të ambienteve publike. Kjo praktik ndihmon në eliminimin e viruseve dhe bakterieve që mund të shkaktojnë infekcion. Shmangja e kontaktit të ngushtë me personat e sëmurë, ushqimi i shëndetshëm dhe konsumimi i mjaftueshëm i lëngjeve janë gjithashtu thelbësore për mbrojtjen nga gripi.